Inshallah sa më shpejt lëshojnë. E 5 vite robëri është e tepërt, pa asnjë arsye dhe me shpirt dhe me zemër atëherë me neve. Më kishte marrë malli. Po e kum pas se kum qenë të afër spitalit edhe më kuptova si po vjen dikush, atëherë vendosa për me pritë dhe kush po vjen. Edhe ashtu që e pash si erdhe dhe mirë se ardhe për ta, unë jeva shumë mirë, kesh nuk e një jo. Se kjo është ka qenë një president i junë edhe një ushtari, një komandant, pa më parasysh, kështu që inshallah sa më shpejt lëshojnë. Po më parasysh pak po, e normal, e njëri kur nuk e shef një kohë gjatë, edhe i burgosin ata njerëz çka s'kan bën edhe një Jugosllavi edhe si më Serbia edhe nuk filmojnë këta tonë filmojnë pa arsye. A ju dok më ndryshe se prej kur e keni pa vrirë fundit këtu? Po mirë, ashtu edhe si ka shku edhe ish me gjendje të mirë. Domethënë gjendje shëndetësore ish mirë. E 5 vite robëri është e tepërt, pa asnjë arsye, pa asnjë shkas, vetëm që mundën me na bën këto këtë padrejtësi popullit tonë. A ka me vazhdu direkt për Noga apo ka me shku direkt? Nuk kam informacione, nuk e di. A patët mundësi me bisedu? Jo, mundësi me bisedu, jo vetëm me pasi të gjithë tjertë. Kam ndigju që vjen edhe kam marrë. Kur ke ndëgju? Në lajme e ke ndëgju apo Jo, ma kam herët? ndigju për njerëzve. Prej njerëzve. Qysh është gjendja nëse mundem me ju pyte etatit? Nuk është gjendje mirë, është gjendje ronë. Më kishte marrë malli. Unë jam një nga ata që e vizitoj zotin Thaçi, Kadri Veselin, të dhe të tjerët në Hag, vazhdimisht, shkoj marrë pjesë edhe në gjyqin e tyre, sepse besojnë që duhet të bëjmë, kjo është më e vogla që ne mund të bëjmë dhe duhet të bëjmë shumë më shumë për ata. Ata nuk duhet të jenë atje, ata duhet të jenë këtu, ata do të jenë këtu, dhe me shpirt dhe me zemër atëherë me neve. Gjyqësia do të bëj punën e saj, dhe do të bëj punën e saj. Ata do të kthehen fitimtar, do të kthehen slimtar, ashtu siç e kanë bën historinë, ashtu siç e kanë bën punën dhe ashtu siç e kanë bën historinë. A besoni se këtë vit do të kthehen? Jam shumë i bindur që këtë vit do të kthehen shumë shpejt.